E kush dënë, sinqerisht, me i njoft të metet e vetës e ti, edhe, me i pa qysh duhet, atëre i ka 4 rrugë. Mënyra e parë është, sipas autorit që e përmend, dhe këtë kanë përmend shumë dietar pas autorit. E para është që me ul para një shehu, shehu, hoxhe, dietari. Po kush është kjo? Thot besirin bi ujubin nefs. Ai që i funksionon pamja me pa të metat apta. I njet metat. Edhe ka, përvojë për sekretet e dobësive. I din, nuk ka letë me izbulu, po mas saj kodre, është sifatësia. Ai nuk shfaqet me dhe. Dhe ka mundësi ka njerë të nërëzë njëri ju, nga tendenca e madhe me e rujt vetën e ti, nga aftësia e fuqishme polemizuse, apo një të metë me shpërfaqësi virtut edhe vlerë. Andaj, aftësia e këtij hoxhe është me pa përtej pretendimit, përtej deklarimit, përtej veprimit formal, përtej asaj me pa. Qëto është problemi, se nëse qështu po manifestohet, qështu po bëhet, ja më kuptoj se është kjo dobësi këto. Kto s'ka mundësi me gjithë kush apo. Çështja ose metoda e dytë thotë me gjetë një shok të sinqert i cili nuk i bën lajka. Po i sinqert i cili e shikon vllaun e tij me sy të përmirësimit. Edhe është i besueshëm, edhe i sinqert. I cili kur të këshillon, e din se nuk e ka me të nënçmu, se ka me të shantazhu, se ka dëmo me të regu e përsi, po e ka nga dashnia dhe dhëmshëria për me të përmirësu. Nëse që ky gjindet, duhet shumë e rruta. Edhe sërë të ki bo keq, nuk kanë regull, asë ndaj ti zban me pas rezistencë. Madje në qofse, a i fletë për diçka që nuk i bashkë qashtu, po ju ka duk për me erujt kontinuitetin e procesit e përmirësimit nuk bë me rezistove. Se po rezistove, ja dobëson motivin me tonë herën e dytë. E kupton? Andaj për me erujt motivin qashtu veç vazhda, ma mirë me pranu një gabim që se ki, për me mujtë me di tira që i ki, se me rezistu në fillim për gabimet që si ki, me thonë se kam këta, dhe pastaj rezistenca me e dekoraju mikun për me thonë atër edhe kore ki jepëtën. Çështja e tretë është me përfitu në këtë aspekt, me njoft vetë, me njoft metet edhe nga armiku i ti jepëtën. Kësë armiqë të vëzër dijet, nga inati edhe nga zilia edhe nga tendenca për me të rëzu, ata përmenë sinqert kur të lipin të metet e tua. Ata mas por 12 godit me të metet e tua, se dinë që kjo është realiteti. E kur zgjenë, pasaj shpifin edhe gënjin. Ose ja bashkan gjetin, kur shu del balla ato që i ki, se s'është mi aftush me gallu sa i ke që i, të shtujen dhe tjera. I po ata në sen, synojnë, besimtari shika sa është në gjetin me pagu çmimin e përmirësimit dhe njëjës e vëdetës, madje edhe nga armiku me marë ato që ka dhëtë. Me marë. I ki qëto, ju që të bënë. A prish pun me i marë që ato që ka thojnë për neve, edhe me këshyr sinqerisht, me vetë logaritje, me besire, me këshyr, a jena së janë ato. Që atë prish pun ka? Kërës prish pun ato? Mirë po, a i po më kalëzan. Ata e me kontë mjetës, këshim besu në zëtë që shduhet ato. Qa ko lidi kjo me që ka besu e lopëtën? Ajo është armik, është e vërtet, është kundërshtar jotë. Mirë po, a i ka hulumtut me detu, a i ka përcjell nga largësia. A dhe nuk duhet keq ka thuhet kundër teje si musliman, kundër muslimanve, nuk duhet keq ka thuhet kundër me masi të refuzume, zban. Shka këse ka mundësi me kone vërtet, që ka hapësirë për përmirësim edhe për ndryshim ato. Metoda e 4 ka thonë, me u përzim me njerëz. Me përzim me njerëz të ndërlodhë vëllezër i ka 2 kuptime. U përzim me njerëz edhe me pa, të mirin, që po bësa për kjo, a më shë kishë përjap, me bo krasimet për vetë vetën,
që me nxit vetën për përmirësim. Po edhe me pa sjellje të këqija, me pa për shembull sjellje jo të mira, jo me gjyku ata pse e bojnë, po me pa për shkak se keq ku njëri për shembull po përtet. A për shkak se keq ku njëri për shembull si ashtu ndikujt, a për shkak se keq do më mësim që ai mos me ose thotë çështu kur e kam bënë për shkak se kum pa ditë që çështu keq po duket. Ky është një kuptim i përzierjes. Edhe një kuptim i përzierjes është domthonë u përzierje të testimit të vetvetes atë. Domthonë gase një nga metodat e duhura të njohjes së vetes është edhe vërejtimi me përcjell citatën. E ky vërejtim të ndërvëzër mund të ketë dy forma. Vërejtim informues edhe vërejtim analizues. Do një vërejtim përcjell citatën mu informu. Çka ka çka një me analizu vetën e tij. Vërejtim që thellohet më tepër në analizim të gjendjes së tij.